E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë një moment shumë të bukur me ju. Arbër Hajdari që ditën e djeshme është në qendër të vëmendjes, duke e ndëgjuar, duke i studiuar në fakt deklaratat e tij. E mbani mend shumë mirë, para se të nisën formati Big Brother, shumë lajme qarkullonin që Ledioni dhe Sara janë ndarë. Ledioni dhe Sara kanë ndarë rrugët e tyre. Shumë thënie që Ledioni thonte në Big Brother, audienca i gjerë, domethënë i quanin sikur Ledioni ja ngjiste si kunj Sarës, por isha unë i vetmi që kam qenë pak konfuz në fakt për ndarjen e tyre, nga që jetojmë në vitin 2026, jetojmë në kohën virtuale ku një ndarje, nëse do t'ishte e vërtet, sidomos se një presidenteje të një televizionit kaq të rëndësishëm në fakt siç është Top Channel, do të kishte bërë bujen më të fortë mediatike dhe do të ishte shndruar në tema diskutimi. Arbër Hajdari, opinionisti i këtij Big Brotherit, gjithashtu dhe Monika Kryemadhi, kanë ndarë një fotografi që në fakt ka ardhur nga Arbëri, që ka bërë tak Ledionin, Sarën, Monikën, në kolltuqet e tyre të opinionistëve. Do me thënë, Sara ka qenë e ulur në kolltukun të Monikës, gjithashtu edhe Ledioni në kolltukun e Arbërit, ku ka falenderuar dhe ka shprehur mirënjohjen e tij ndaj televizionit Top Channel. Kjo gjë në fakt që na çon të mendojmë sikur Arbëri sot po i mbyllën rrugët për gjithmonë në këndin e opinionistit dhe nuk do ta kemi në vitin e ardhshëm, sepse falenderimet kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha për televizionin Top Channel. Por unë e di që kërkesa e publikut e madhe për ta parë Arbërin në atë karike nuk do ta lënë që të mos jetë vitin e ardhshëm. Por gjithsesi unë uroj me zemër që të ketë qenë në rrugtimi më i bukur që Arbër Hajdari ndonjëherë ka shijuar. Tani, thënë shkurt, është përfolur shumë ndarja e Ledionit edhe Sarës. Në këtë fotografi i pam bashkë, do me thënë e gjitha ajo ka qenë vetëm një mekanizëm, një formë marketingu se si Ledioni dhe Sara qëndruan në epicender të vëmendjes, nuk them në qendër, në epicender do me thënë të vëmendjes, dhe u përfol edhe Big Brotheri, u përfol edhe marrëdhënia, u përfol edhe historia e tyre. Do me thënë, e pam që Ledioni dhe Sara ishin jashtëzakonisht të lumtur, harmonikisht shumë bukur, dhe kalojnë jashtëzakonisht mirë. Do me thënë, këtë gjë Ledioni e konfirmoi edhe në përgjigjen e Edisës në momentin që Edisa doli nga Big Brother, por tashmë e konfirmuar nga fotografia e Arbër Hajdarit. Sot Ledioni, Sara, Arbëri, Monika manifestojnë një sukses të madh të tyre, manifestojnë një forcë të madhe të tyre. Unë mendoj që luftuan për këtë ditë, duruan gjithçka dhe ja arritën qëllimin e tyre. Në luftën e madhe se cili ka qenë momenti më i vështirë për Ledionin dhe për Sarën njëkohësisht gjatë këtij Big Brotherit, ka qenë momenti kur Rogerti ka dalë nga shtëpia dhe nuk kanë pasur se si ta kontrollojnë dhe çfarë t'i bëjnë, domethënë lufta e madhe që Ledioni e ka patur me Rogertin, dhe së dyti hyrja e nënës së Selinës që ka dashur të nxjerrë nga loja lojtaren më të fortë. Dhe më pas, domethënë çuditërisht, besoj që Arbëri, momentin më të vështirë dhe rrugtimin e tij më të vështirë në këtë Big Brother ka patur qasjen me Rogertin, dhe gjithashtu Monika me Rogertin që ka qenë një luftë e madhe. Domethënë produksioni e ka patur shumë të vështirë menaxhimin e Rogertit, që në fakt mos sa fitoi Rogerti sonte çfarë reagimesh do të kishte që nga dita e nesërme, por gjithsesi Arbëri dhe Monika dhe Ledioni dhe Sara në këtë rast janë shumë të lumtur. Domethënë marrëdhënia me Sarës edhe Ledionit është një marrëdhënie e bukur dhe tepër e suksesshme.